Tensione në Kosovë, kërcënohet me jetë presidentja Vjosa Osmani, zbardhen detajet. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është kërcënuar me jetë përmes një mesazhi në email. Ky lajm është konfirmuar nga këshilltari për media i presidencës Bekim Kupina, i cili pas kërcënimit që mori presidentja e vendit Vjosa Osmani, tha se kërcënuesit nuk po përballen me drejtsinë. Kupina tha se kërcënimi i kësaj jave është vazhdimsi e kërcënimeve të vazhdueshme me jetë ndaj presidentes Osmani. Kërcënimi i kësaj jave është vazhdimsi e kërcënimeve të vazhdueshme me jetë ndaj presidentes Osmani, çfarë i bashkon të gjitha, mosveprimi i institucioneve të drejtësisë, përkundër 10 kërcënimeve, shumica prej tyre kërcënime me jetë, asnjë veprim nuk është ndërmarrë ndaj kërcënuesve për vite me radhë. Kjo, edhe pse në shumicën e rasteve kërcënimet bëhen me emër, mbiemër dhe nga profile të identifikueshme. Disa kërcënime janë bërë madje edhe në emisione televizive, por edhe atëherë kanë munguar veprimet për t'i përballur kërcënuesit me përgjegjësi, tha Kupina. Ai më të shtoi se kjo klimë rrezikshme nxit të tjerët të ndjekin të njëjtin model të dhunës. Rasti kërcënimeve të njëpasnjëshme me jetë ndaj presidentes dhe familjes së saj është i vetmi në historinë e institucioneve, siç na është thënë nga institucionet e sigurisë, ku asnjë nga kërcënuesit nuk është përballur me drejtsinë, kur kërcënime të rënda nuk trajtohen me seriozitetin që meritojnë. Ato jo vetëm që nuk ndalen, përkundrazi i inkurajohen. Kjo klimë rrezikshme nxit të tjerë të ndjekin të njëjtin model, nxitje dhune, thirrje për eliminim fizik dhe për çmim të plot ndaj rendit kushtetues, u shpreh Kupina.